Sa herë vjen vera, interneti dhe bisedat e përditshme ndahen në dy grupe. Në njërin anë janë ata që thonë, kremi i diellit është i domosdoshëm, duhet ta vendosësh edhe kur je brenda në shtëpi. Dhe në anën tjetër ka një grup gjithmonë më të madh që thonë, është thjesht marketing. Gjyshrit tanë nuk kanë përdorur kur krem dhe jetuan 90 vjeç, plus që na bllokon vitaminën D. Sot do të flasim hapur dhe pa doreza. A është vërtet kremi i diellit mburoja jonë më e mirë kundër plakjes dhe kancerit të lëkurës, apo po aplikojmë kimikate të dëmshme pa pasur nevojë? Në këtë video do të shohim se çfarë ndodh shkencërisht me lëkurën tonë në verë, si të zgjedhim kremrat e duhur pa na dëmtuar xhepin dhe shëndetin, dhe si qëndron e vërteta e vitaminës D. Qëndro me mua deri në fund, sepse njëri nga mitet që do të rrëzojmë sot, ndoshta po të plak lëkurën pa e kuptuar fare. Shkenca e thjeshtuar, pse na djeg dielli? Për të kuptuar nëse na duhet apo jo duhet të kuptojmë çfarë na vjen nga dielli. Dielli lëshon rrezatim ultraviolet i cili ndahet në dy lloje kryesore që na prekin ne, UVA dhe UVB. Në mënyrë shumë e thjeshtë për të mbajtur mend është kjo. B vjen nga fjala burn, djegje. Këto janë rrezet UVB. Ato prekin shtresën e jashtme të lëkurës, janë përgjegjëse për skuqjen, djegjen e dhimbshme në plazhe dhe lidhen direkt me kancerin e lëkurës. A vjen nga fjala aging, plakje. Këto janë rrezet UVA dhe këtu qëndron rreziku i fshehur. Këto rreze janë të pranishme gjatë gjithë vitit, depërtojnë përmes rreve, depërtojnë përmes xhamit të makinës apo të zyrës sate. Ato nuk të djegin, por shkojnë thellë në lëkurë, shkatërrojnë kolagjenin dhe elastinën dhe shkaktojnë ato rrudhat e parakoshme dhe njollat e zeza që asnjë serum i shtrenjtë nuk e heq dot më vonë. Pra, nëse mendon se nuk e nevojë për krem sepse nuk digjesh kur, më vjen keq të zhgënjej, por rrezet UVA po punojnë në heshtje çdo ditë. Dilema e madhe, po vitamina D. Ky është argumenti më i fortë i skeptikëve. Nëse bllokojmë diellin me krem, si do të marrim vitaminën D që është jetike për kockat dhe imunitetin? Ky është një shqetësim shumë legjitim, por ja çfarë thon studimet dermatologjike, asnjë krem dielli dhe ai me SPF 100 nuk bllokon 100% të rrezeve ultraviolet. SPF 50 bllokon rreth 98% të rrezeve UVB. Për më tepër, trupit ton nuk i duhen 8 orë qëndrim në diell përvolues për të prodhuar vitaminën D. Mjaftojnë vetëm 10 deri në 15 minuta ekspozimi duarve dhe këmbëve ose fytyrës 2-3 herë në javë, pa krem, në orët e para të mëngjesit ose e pasdites për të plotësuar nevojat tona. Nuk ka asnjë arsye shkencore që të digjesh në mesditë në plazh për të marrë vitaminën D. Aty thjesht po dëmton lëkurën. Filtra fizik apo filtra kimik? Nëse shkon në farmaci apo market, do të shohësh pafund opsione, por në parim kremrat e diellit ndahen në dy kategori të mëdha: filtra fizik ose mineral. Këta përmbajnë zink oksid dhe titanium dioksid. Imagjinojini si një pasqyrë mbi lëkurën tënde. Rrezet e diellit vinë, godasin kremin dhe reflektojnë mbrapsht. Janë të shkëlqyer për lëkurë të ndjeshme dhe për fëmijët, por shpesh së lënë atë shtresën e bardhë, si fantazëm në fytyrë. Filtra kimik. Këta thithin rrezet e diellit, i shndërrojnë ato në nxehtësi dhe i çlirojnë nga trupi. Janë krejtësisht transparent, rrinë shumë mirë edhe në ngrim, por disa njerëz me lëkurë shumë delikate mund të ndjejnë pak irritim. Këshilla ime, kremi më i mirë i diellit është ai që ty të pëlqen ta vendosësh çdo ditë dhe që përshtatet me tipin tënd të lëkurës, të ndyshme, të thatë apo të përzier. Gabimet që po bën me SPF-n. Okej, le të themi që e bleve kremin. Pse përsëri shumë njerëz digjen ose e krijojnë njolla, sepse e përdorin gabim. Këto janë 3 gabimet më të shpeshta. Sasia e pakët. Shumë njerëz vendosin vetëm një pikë të vogël sa një kukër bizele në të gjithë fytyrën. Kjo nuk mbron. Ekziston në rregulli i 2 gishtave,
duhet të nxjerrësh 2 vija kremi në gishtin tregues dhe atë të mesit. Kjo është sasia e saktë për fytyrën dhe qafën tuaj. Mendimi se zgjat gjithë ditën. Nëse vendos kremin në orën 8 të mëngjesit dhe del në plazh ose djersinë në orën 12, ai krem nuk ekziston më. Nëse je direkt në diell, duhet ta riaplikosh çdo 2 orë. Haresa e zonave kritike. Veshët, pjesa e pasme e qafës, buzët. Përdorni balsam buzësh me SPF dhe pjesa e sipërmve e këmbëve. Këto janë zonat që digjen më shpesh sepse harohen. Dhe tani për t'ju përgjigjur pyetjes së madhe të videos, a duhet ta përdorim në verë? Përgjigjja është një po absolute, por me inteligjencë. Nëse jeta jote përfshin lëvizje jashtë, nëse punon afër një dritareje, nëse udhëton me makinë ose nëse thjesht dëshiron të investosh te vetja për të patur një lëkurë të shëndetshme, pa njolla dhe pa rrudha të thella pas 10 apo 20 vitesh, kremi i diellit është produkti numër 1 që të duhet. Nga ana tjetër, mos rri me obsesion apo frikë nëse do të dalësh 5 minuta për të hedhur mbeturinat pa krem. Gjithashtu mos haro që kremi nuk të bën të pavdekshëm në diell. Kapelat me stre të gjerë, syzet e diellit me mbrojtje ultraviolet dhe qëndrimin e hije gjatë orëve të pikut janë po aq të rëndësishme. Tani dua të dëgjoj nga ju komente. Në cilin grup bëni pjesë? A jeni nga ata që nuk dalin dot pa krem dielli apo ende nuk jeni të bindur? Gjithashtu, nëse ju pëlqeu kjo video dhe ju duket e dobishme, mos harroni të jepni një like, shpërndajeni me miqtë tuaj që kanë nevojë ta dëgjojnë këtë dhe e bëni subscribe për më shumë video.